Së pari, unë ju kërkoj falje që u vënova, sepse isha në Akademinë e Shkencave të Arteve të Kosovës për të mbajtur fjalim për akademik profesor Xhepçosjen dhe gjithashtu në Institutin Albanologjik për të mbajtur një fjalim tjetër për akademik dhe profesor Xhepçosjen. Unë besoj që kjo do duhet ju interesonte, sepse sot është ditë zije në Republikën e Kosovës në nderim të profesor akademik Recep Qosjes. Për pyetjen e dytë që shtuat me nxitim, unë do t'ju përgjigjem një herë tjetër se s'jam të shku kërkondën. Pra, herën e ardhshme në seancën e radhës ju përgjigjem me durim, edhe pse kam përgjigjen e gatshme qysh tani, por ajo çfarë dua të them për Radio Televizionin e Kosovës edhe një herë. Radio Televizioni është i Kosovës, jo i qeverisë së Kosovës. Radio Televizioni i Kosovës është i lidhur me Kuvendin e Republikës. Nuk ka qeveria e Republikës, Ministri të Informatave, ku agjensia e ministrisë është Radio Televizioni i Kosovës. Mund të ketë qenë kjo në të kaluarën në kuptimin funksional të fjalës, por sot funksioni përputhet me ligjin, përputhet me kushtetutën, që do të thotë se Radio Televizioni i Kosovës është i lidhur me juve e nderuara deputete Musliu Shoshi. Pra, Radio Televizioni i Kosovës ju jep juve llogari, jo mua. Pra, ai është i lidhur me juve si deputete. E është një gjë tjetër që nëse dëgjojmë pyetjet e juaja, t'ju thënë drejtën, nuk janë pyetje parlamentare të deputetës, por janë dëshirë për aktakuz të prokurorës. Ekziston shtylla tjetër e pushtetit, po këtu jeni deputete, këtu i bëni pyetje parlamentare kryeministrit. Jo shprehje dëshiras për aktakuza për çështje për të cilës s'kanë bëjnë me mua, sepse edhe një herë po e ritheksoj. Radio Televizioni është i Kosovës, jo i qeverisë, i përgjigjet Kuvendit të Republikës dhe ju jeni ata që mund ta ndihmoni atë. Unë bëj shumë punë, por jo jashtë ligjit, kushtetutshmërisë dhe rregullave.